Ilaçi universal shëron krejt kanceret të shëron. Edhe gjirit të shëron. Shëron sëmundje tjera, çfarë do qoftë, lukthit ashtu. Shëron gratë që nuk bëjnë djem, thot atje, gjithashtu. Kemi metoda popullore, kemi ilaçe që shërojnë kancerin, që nuk duhet të shkohet në intervenime kirurgjikale kështu me radhë, që mund të jenë nganjëherë shumë të dëmshme. Gra që provojnë në forma anësore, nga gjëra që kanë lexuar ose parë në internet, dhe që rrezikojnë po ashtu shëndetin. Besoj ballafaqoheni shumë me kështu muhabete kur vin gratë të kontrollojnë apo jo. Se ai ilaçi universal shëron krejt kanceret të shëron. Edhe gjirit të shëron. Shëron sëmundje tjera, çfarë do qoftë, lukthit ashtu. Shëron gratë që nuk bëjnë djem, thot atje, gjithashtu. Gjininë e përcakton burja, ma ashtu thot te ilaçi të sqarimi. Gratë i shëron, domethënë. Pra, shihet që personi që e ka bërë ilaçin nuk e kupton esencën e problemit. Se nëse flasim dalim prej teme, po se i shërojmë gratë pse nuk bëjnë djem, ki mentalitet jonë i prapambetur. Atë ky person ti kupton se nuk e din se gjininë e përcakton burri, atë le të shëroj burrat, po të thotë që shëroj burrat që nuk bëjnë djem, do kishin farë logjike. Por logjika e të paturit një ilaç universal veç tregon se ky person nuk ka një uritë e duhura, se çdo sëmundje ka një mekanizëm të vet, domethënë. Nëse ki telefoni jot të prish ose makina është prish, nuk mund të ketë pjesë universale që vetëm ta vëndësh diku në makinë dhe ajo do rregullohet. Funksionon. Nuk keni parë ndonjë rast që ka qenë një mrekulli që keni parë se është trajtuar me ndonjë ilaç popullor ose nuk keni parë në përvojën? Kam parë mrekulli, domethënë të tilla që gruaja ka ardhur në fazë tepër të avancuar duke besuar në këto mrekulli. Po, domethënë është e dëmshme. Në stadium kur ka qenë e pamundur të bësh diçka për atë.